A është budall ai që bën mirë? Jo, budall është ai që mendon se i miri është budall. I miri e bën mirësinë pa pritur gjë në këmbim prej njerëzve, sepse ajo është natyra e tij. Nuk ka dyshim se sa herë që skunthat, spionët dhe njerëzit pa vizion që e rrethojnë të mirin mundohen ta dëmtojnë në punën e tij, realisht ata nuk mund ta dëmtojnë, por thjesht i bëjnë nder, sepse Allahu e çon në një vend më të mirë dhe e lartëson. Në shoqërinë e sotme ka një koncept se nuk duhet të bësh mirë pa patur diçka në këmbim, sepse nuk ta di kush për nder. Ta argumentoj pse e ke gabim. Arsyeja pse ky mendim është gabim qëndron në faktin se është mendim i shkurtër dhe i kufizuar. Sepse sado që njerëzit përreth të mos ja dinë vlerën të mirit, Allahu do e marrë nga aty dhe do e çojë në një ambient ku e meriton, ku i dihet vlera. Thjesht i miri duhet të bëj pak durim që ta marrësh problemin. Lum i miri e mirë i keqi.